Edicioni 5 i shtëpisë më të famshme në Shqipëri pritet të vijë me një sër ndryshimesh dhe risi, të cilat po zbulohen gradualisht vetëm pak ditë para startit të zyrtarit të spektaklit. Krahas formatit dhe dinamikave të reja, duket se është mbyllur edhe një tjetër pikë kyçe: moderimi i fanklabit çdo fundjavë. Sipas burimeve të sigurta, drejtimin e fanklabit do ta marrë Kiara Tito. Burime pranë produksionit bëjmë me dije se zgjedhja e saj lidhet me eksperiencën televizive, por edhe me raportin e fortë që ajo ka ndërtuar me audiencën e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Më herët në media dhe rrjetet sociale u përfolën edhe emra të tjerë për këtë rol, mes tyre Sara Gjordeni dhe Egli Tako. Megjithatë, të dy moderatorët reaguan publikisht duke mohuar çdo përfshirje në projektin e fanklabit, çka hapi rrugën për konfirmimin e Kiarës. Kjo nuk është hera e parë që Kiara Tito drejton një klub fancash. Ajo ka qenë më herët në krye të Dancing with the Stars Fan Club, një eksperiencë që duket se ka ndikuar dhe në këtë angazhim të ri. Ndërkohë, paralelisht, ajo do të vijojë dhe angazhimin e saj në spektaklin e humorit, ku moderon krahun e Nevina Shtyllës dhe Salsano Rapit. Për të mos harruar, Kiara Tito dhe Luiz Elli kanë deklaruar për fancat se do të sjellin një film gjatë muajit shkurt të vitit 2026.